deri më sot nuk ka qenë rregulli i regjistrimit të hapësirës publike. Sot, me këtë masë të re, hynë në fuqi si një detyrim ligjor pikërisht regjistrimi i hapësirës publike. Që do të thotë, kur kemi një zhvillim të caktuar mbi një pronë private për një godinë, e cila pastaj ju jepet një numër i caktuar familjesh apo edhe biznesesh që atë blejnë aty hapësira, çdo metër katror rreth e rrotull asaj godine nuk është më pronë private, është pronë publike. Dhe nuk mund të ketë aty gardhe dhe zhvillime të tjera dhe leje të tjera për privatin, pasi vetë koncepti i përqindjes së shfrytëzimit të pronës do të thotë që nga kjo pronë ti mund shfrytëzosh kaq dhe pjesa tjetër i takon të gjithëve. Pra siç janë të gjithë bashkëpronar të mjediseve të përbashkëta, shkallët, taraca, janë bashkëpronar dhe të mjedisit jashtë. Pra, po në këtë të fundit janë bashkëpronar si komunitet. Është hapësirë publike. Kjo bën që të jenë shumë të qartë të gjithë ata që sot janë zaptus në pozicionin e zaptusit të hapësirës publike, po të jenë të qartë edhe ata gjykatës, të cilët në rastin më të mirë nga ignoranca dhe në rastin më të keq nga paraja, mbyllin syt dhe japin masa sigurimi pa dije apo madje japin edhe të drejtë zaptusve. Nuk mundet dot askush të pretendoj që ka pronën e vetë, pasi më parë i ka marrë asaj prone të gjitha të ardhurat si pasojë e një zhvillimi. Ashtu si kundër, në asnjë hapësirë midis pallateve, në asnjë hapësirë pranë pallateve, në asnjë hapësirë që nuk është e ndërtuar, asnjë pronar privat nuk ka drejt të bëjë asgjë pa leje. Nuk mund të vërë traun për të bërë një parkim, për t'i marrë lek njerëzve, nëse nuk ka leje për të bërë parkim, dhe nuk mund të bëjë asnjë lloj aktiviteti tjetër. Dhe ajo pronë nuk tjetërsohet në aspektin që nuk shtetëzohet. Flas tu për raste kur brenda hapësirave të pallateve janë kthyer prona. Brenda hapësirave të oborave të shkollave janë kthyer prona. Brenda janë kthyer prona. Ato prona që figurojnë në hipotekë nuk tjetërsohen, por ama për sa kohë aty nuk ka një leje ndërtimi, i takon bashkisë, i takon shtetit, që në ato prona, në ato hapësira të garantoj pastërti, të garantoj siguri.